Përshëndetje miq. Tashmë besoj, ju keni dëgjuar se IPTV është një gjë e re që po i ndodh televizionit në ditët e sotme në të gjithë botën. Dhe është në të vërtetë. Jemi këtu për t'ju prezantuar me majtrin nga IPTV në Shqipëri, e cila po transformon mënyrën e të parit televizion. Po çfarë është majtring IPTV? Majtring IPTV është televizioni nëpërmjet internetit. Teknologjia IPTV nënkupton që televizori, kompjuteri, interneti dhe telefoni bashkohen së bashku dhe ju dhurojnë shërbime pafund, por mbi të gjithë më shumë kontroll dhe personalizim të televizorit tuaj. Majtring IPTV është një platformë interaktive e cila plotëson çdo dëshirë tuajën. Ju mund të ndaloni filmin dhe ta shihni më vonë. Mund të zgjidhni kategorinë e preferuar, pra është një televizion që plotëson çdo kërkesë dhe dëshirë. Shihni gjithçka që ju dëshironi, në çdo kohë, kudo dhe në çdo pajisje. Majtring IPTV është shumë më tepër se një televizion tradicional. Me këtë shërbim, televizioni shndërrohet në televizion interaktiv, plotësisht personal, do keni liri për të lëvizur me televizorin tuaj, i lehtë në përdorim, nuk kërkon internet të veçantë. Ofron një numër të pafund kanalesh, aftësi për regjistrimin e programeve, kërkimi i filmave apo emisioneve sipas kategorive dhe preferencave tuaja, nuk ju nevojitet antenë toksore apo satelitore. Ju mund të shikoni duke i dhënë stop, pauzë, rishikim. Në fakt, shfaqje të shumta mund të shihen sipas dëshirës suaj. Tani ju mund të votoni gjatë shfaqjes, të blini direkt nga reklamat e të tjerë. Dhe kjo përvojë nuk është e kufizuar vetëm në dhomën e ndenjes. Përdoruesi mund ta marrë atë me vete pothuajse kudo, në çdo vend të botës. Konvergjenca është këtu. Ndryshimi i majtring IPTV me digitalin toksor dhe satelitor. Majtring IPTV është e ndryshme. Ka një teknologji të përmirësuar në krahasim me digitalin toksor dhe satelitor. Ai lejon më shumë fleksibilitet për sa i përket rrjetit. Transmetimi në satelit ose toksor ofron një listë të limituar kanalesh, ndërkohë që IPTV nuk ka limit në kanale dhe programacion. Majtring IPTV ka më shumë opsione për bashkëveprim. Ju lejon të personalizoni televizorin tuaj dhe të kontrolloni programet. Majtring IPTV punon njëkohësisht si televizor dhe kompjuter, në ndryshim me digitalin toksor dhe satelitor. Interaktiviteti luan një rol qendror tek Majtring IPTV. Ju mund të dërgoni mesazhe në kohë reale, të shihni video on demand, music on demand, faqet informative e të tjerë. Majtring IPTV ofron programe të personalizuara për klientin, bazuar në preferencat e tij. Me IPTV, ju mund të regjistroni programet tuaja dhe t'i shihni më vonë, ose mund të ndërprisni programin dhe ta shihni atë më vonë në ndryshim nga platforma digjitale toksore dhe satelitore. Majtring IPTV ofron shërbime pafund si video on demand. Është një shërbim që ju mundëson të shihni programin tuaj të preferuar në kohën që ju dëshironi dhe jo në një orar të caktuar siç ndodh me programet televizive. Ju mund të përzjedhni një video nga katalogu dhe ta shikoni atë sa herë dëshironi. DVR, regjistruesi i videove digjitale. Set-up-boxi juaj mund të regjistrojë programe ose evente të ndryshme, duke ju mundësuar shikimin e tyre kur të dëshironi. Ky shërbim ju lejon të regjistroni deri në 4 shfaqje në të njëjtën kohë. Kështu që askush në shtëpinë tuaj nuk mund të humbas shfaqjen apo eventin e tij të preferuar. EPG, guida elektronike, ofron informacion të përditësuar mbi përmbajtjen e programeve që transmetohen dhe atyre në vijim. Restart TV, rifillimi i eventit, ju lejon të ktheni sërish në fillimin e një programi që po transmetohet aktualisht. Me këtë shërbim, ju mund ta ndaloni eventin dhe ta riktheni aty ku dëshironi. Rrjeti ndalon live, lejon abonentët të ndalojnë shikimin e një programi dhe ta rishikojnë atë më vonë në momentin që e kanë ndërprer. Bllokimi i kanaleve, mundëson bllokimin ose zhbllokimin e listës së kanaleve që keni bllokuar. Lista e të preferuarave, tashmë me IPTV. Ju mund të shihni lehtësisht kanale që ju pëlqejnë më shumë, duke i shtuar tek lista personale e të preferuarave. Kjo listë mund të krijohet nga çdo abonent nga pajisja e tij. Multi-screen. Nëpërmjet këtij shërbimi, përdorues të ndryshëm shikojnë kontentin duke përdorur një llogari të vetme. Në këtë mënyrë, ju mund të shikoni IPTV. Përdoruesi mund të shikojë televizor kudo, në çdo kohë, në çdo pajisje dhe në mënyrën që dëshiron. Dekoderi i Majtring IPTV është një pajisje HD, e cila ka një dizajn inovativ duke i dhuruar një eksperiencë të këndshme përdoruesit.
Nëpërmjet përdorimit të një USB-je të thjeshtë ose një karte SD, përdoruesit mund të përfitojnë shërbime shtesë si regjistrimi i programeve të ndryshme apo ndalimi i programit dhe shikimi i tij në një kohë të dytë. Dekoderi i IPTV lejon shikimin e videove apo fotove të ndryshme fal pranisë së kartës SD. Dekoderi i IPTV mundëson transmetimin e videove nga interneti me teknologjinë HTTP Live Streaming. Shijoni televizionin kudo dhe kurdo. MyTring IPTV është televizioni juaj.